për minjore Mulla Idris Efendi Gjilani. Ai nuk ishte vetëm hoxh, nuk ishte as vetëm luftëtar, nuk ishte as vetëm prije sa ishte një imitues besnik i profetit Muhammed në sipërfaqe të tokës. Sa jetoi gjithnjë luftoi, kur e deshi puna me pushk, ai ishte aty dhe kur e kërkoi nevoja me laps, ai përsëri ishte aty. Për takvakullë punëve për kushtimin e tij që fillon legjenda se pas së çdo betejë shkum te këmishën dhe pushekët e mbledhin me to i binin në tokë. Emri i tij në këtë 100 vjetor të Shqipërisë është shumë pak përmendet, ndërsa ai kur nuk veproi që të bëjë emër. Ai deshi që emri i tij të regjistrohet në fletorën e vepërmirëve. Dhe unë mëftoj për të dhuruar titullin e mirënjohjes kryetarin e komunës Çajir, Izet Lexhitin. Me motivacionin në shenjë të mirënjohjes dhe falënderimit të thellë për vetmimin dhe sakrificën e madhe personale dhe familjare për hir të lirisë së njerëzit, si dhe për edukimin e brezave, afirmimin e vlerave islame dhe kontributin e dhënë për mirëqenien e mbarë shoqërisë, për vepër jetësore, simbol i sakrificës të shpallur me rastin e festës së Kurban Bayramit 2012, shoqata kulturore Klubi Elita Shkup. Po edhe pjesëmarrjen e familjes. Nëse mund kemi një do i fjalë, do i falënderim, do i pritim, po kueta. Fillimisht dua ta përshëndes publikun, edhe ata që janë prezent, edhe ata që na ndjekin nëpërmjet televizionit shtetëror në këtë çast. Dhe është një lidhshmëri e mirë, sidomos gjatë ngjarjes së kësaj mirënjohje, hoxhës i cili ka ditë të mbron edhe interesat fetare, edhe interesat kombëtare, pra kur është dashka edhe me pushk. Ne jo lartë, pra jo vetëm në 100 vjetor, edhe në luftën e 2001-shit, kemi pas një hoxh që e ka përcjell shembullin e hoxhës së Gjilanit, siç është Jakub Hasipi, hoxha i Sulçanit. Andaj, në njëra është shumë rënd, askush nuk mund të mohon kontributin, vlerën dhe ajo del në sipërfaqe dhe del në momentin më të vëllitshëm pra në 100 vjetorin shqiptar, pra për të vlerësuar kontributin e hoxhës nga Gjilani, Idris Efendi Gjilani. Prandaj unë kam plaksin që unë ndava këtë mirënjohje, duhet që të falenderoj kryetarin e shoqatës Elita, udhëheqësinë Skënder Zojgën si që njohim, dhe udhëheqësinë e cila është në përkushtim ka përgatitur këtë, që patëm një ngurim vogël, një keq kuptim, ne patëm Bajram të premten në Kosovë të shtunën. Andaj këtë iniciativë sonte e shoh mirë që këtu jemi edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga Turqia, dhe po festojmë bashkërisht, pra Shkupi edhe një herë dëshmon unitetin, Shkupi jep porositë bashkimit, unitetit dhe bën që uroj të ardhmen të jemi më afër njëri tjetrit, të jemi më të koordinuar, më të bashkuar dhe në fund për hajër Bayramin dhe urime pavarësinë dhe Shqipërisë. Selamun alaikum, motra dhe vllazër.
dhe përhaj ju kohë festa e Kurban Bajramit. Le tjetë kjo fest e sakrificës, fest e paqes, fest e shtrirjes së dorës në një tjetër, fest e solidaritetit dhe humanitetit. Por mos tjetë kjo fest vetëm e disa ditëve, por kjo fest dhe ky solidaritet dhe humanitet dhe sakrificë të jetë për jo vetëm për një vit, por për vitet në vijim. Falenderoj organizatorin dhe të gjithë ata të cilët kanë kontribu për këtë manifestim madhështor që rrallë është organizu në analet historike të popullit shqiptar. Ju vetëm një citat të Mollaj Idris Gjilanit të shkurt. Ai në thamet e veta, në mesazhet e veta të cilat i ka shumë, por një që është më kryesor gjithmonë në tubime ka citu, s'ka fe pa dhe. Prandaj në shejt mirënjohje të organizatorit dhe gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për këtë manifestim, organizatorit veçanërisht ja dorëzoj një foto të shenjtit, si e kanë thujt historianët, të shenjtit të kombit. Dhe është momenti të prezantoj figurën e tretë. Vjen nga Shqipëria. Është